Punonjësit e sektorit të pastrimit janë rikthyer sërish në protestë. Në ditën e dytë të saj ata kanë vjuar protestën në kërkim të pagesës së antidotos, por edhe për shkak të vonesave të vazhdueshme në hedhjen e pagave, ndërsa një ditë më parë u premtua se pagesa e antidotos do të kalonte në llogaritë e tyre. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Të revoltuar dhe në mungesë të ardhurave, ku shumë prej tyre kanë vetëm pagën si burim jetese, punonjësit janë detyruar të dalin sërish në protestë e të pezullojnë sërish punën. Edhe në ditën e dytë të protestës u është dhënë një tjetër por punonjësit e pastrimit kanë deklaruar se do të vjojnë pezullimin e punës dhe përshkallëzimin e protestës, duke kërkuar hedhjen e pagave në llogaritë e tyre bankare në kohë, pagesën e antidotos dhe kushte më të mira pune, pasi shëndeti i tyre po rrezikohet. Si dije edhe sot, dije na gënjen. Dolëm një orë me vonesë në punë. Se kështu na kanë mashtruar në këta. Kërkohen. Ne jemi njerëzit më të ndershëm në qytetin e Vlorës. Dhe më të pastër, por dhe më punëtorët. Atëre më falë. Unë po them atë që ndjes si janë politikanë. Atëre, ta po na mashtrojnë e para. Ta po na shfrytëzojnë. Punoni 31 ditë, kur në qitapi terminere është 22 ditë pune. Kur vim kërkojmë atë, mirëmëngjesi, as mirëmëngjesi s'të thoj. As jam njeriu, as s'është njeri ky. Antidotën nuk kemi marrë, as dje, as sot. Jo thesari, i ta ship kjo zonja këto, jo bashkia, ne si që jemi, se do vinë dhe të tjerët, ne do vinë të bashkia. Sepse ne jemi me qira, dhe 4-5 veta nga neve i kanë dhe kura i qira gjiu, se ka një datë, i kanë dhe 2 ditë, janë për jashta këta. Do të pezullojnë punën, se këta po eci me gënjeshtra, po more vidh, po jo të ernele fukarento, ne jemi ore vidho, okej. Ore vido, se kjo është shtetë të shku. Ore vido, po vidh të ka i që për të vidh, jo tek mua. Mua po të më qash, unë s'kam gjak se ma kam pirë. Shkëlqi metaj, dhe s'kam frikfare. Do ndaj nesër. Prit, do marrë të mi bashkë ka. Ka me gënjeshtra. Rogon na i vonojnë prap, pushime s'po na japin. Roga është natën 2 se na japin datën 28 mua. Rogon s'po na japin, në datën 10 na japin. A një na japin në datën 12. Se si pas qefit të këtyre, se edhin lekët me përqinje i ban banka. Se unë kur e kam në datën 2 për të marrë rogën, se mos të marrë në datën 2. Andaj, kjo të bet e madhe, se ne për ndryshe nuk dalim më në punë. E mua në puna s'ka shansë të me heqë. Jo, nuk e ka marrë, jo. Se ka marrë. Përshëndetje, jam Elton Kasha. Një minutë. Përshëndetje, jam Elton Kasha. Tani këto antidota po na e vonojnë, thonë jo sot, jo nesër. Vati kaloj muaj, e nuk të podim qa u bëjmë dhe neve. Jemi në halë të malë, jemi me, si thonë, pa bukë. Sot do i mermi, ka thënë, edhe akoma do shkojmë. Po na jodhën sot, mirë se mirë. Po s'na jodhën do dali prapë, ose s'dali fare në punë, dalim në grevë. Po dhe rogën na i kanë vonuar. Në data 2 i kanë quar në data 10, 12. E data 20. Vetëm ju punoni në shtëpi? Po, vetëm e rogën time. Po për sot na thanë për të edhur. Kaq. Po janë vonuar 3 javë. Po tani çfarë do të thonë shokët do po thanë këta do dalim. Po thanë zalim. Të brëda njerë kam ja 20 vjetë të brëda, që kone e merorë sot jam me verit të këtë më dhe. Edhe po të sebe, po të qare shëqërore, se vla, jemi lodo, jemi bërë, edhe ka zade pare ka në rëmë, se ju njofë të dyre ju flash në restek. Jam bënjat, jam qytetarë. Halë i bëzirot në kërë ka zade, edhe të një vitë të qërë. Tu kam e 6 vjetë ashtë i me këmë të marë. Edhe leje, për shumë kam 6 vjetë një leje, kam bërë gjithë, kam bërë 12 leje, ka. Nga në biznis ka punë e makinat bërë, të 64 vjetë, na e gjina bërë, nga në biznis. Ska putarë këtë qatë e mund është i ullim kokën si urdhën, ullim kokën dhe shdoj nuk flasim, themi si urdhën. Antidota me vlerën e 4.000 lekëve të rinj nuk është përfituar nga punonjësit e pastrimit gjatë 2 muajve të fundit, ndërsa edhe paga po ashtu hidhet në vonesa të konsiderueshme. Punonjësit e pastrimit në ditën e 2 të protestës së tyre deklarojnë se do ta përshkallëzojnë atë nëse situata nuk ndryshon.